Po, mu më thone, kjo janë kundra Shamit, nana eme e ka dhe sot Shamin. Po kjo janë traditë shqiptare, janë kje me lulje, me traditë shqiptare mas tyne, do me tha, o kja art kjo. Por, prap, çka po thomu këtu? Shqiptari nuk ke donë këtë islam, sepse, si thot mundet më mësu zoti, mos me pa miqësi me të krishterin. Po çka bojnë atërna? O kjo, ju lutëm dëgjoni çka metode atyne. Shumë hoxhallar që janë pak ma paqësor e shumë musliman që janë paqësor. Ai nuk do me pranua Kuranin si që thot. Çka munohet me ba? Munohet me riinterpretua. Për shembull, siç kom pa bisedat me Drilon Gashin. Ai thot jo, lufta thoton lufta kundra vetvetes. Po jo i thë more vlla, nuk mujme kja lufta kundra vetvetes. Se nga zanafilli e islamit, kur ka vdek Muhamedi, çka kanë ol? E kanë vra Aliun. E kanë vra djelë të Aliut Husejnin e Hasanin. Nuk kanë alju shpata nga zanafilli e islamit të vra joni me tjetën. Veta Isha, nën e besimtarve, fillon luft kundra Aliut. Do me tha, meno, e lëkta ta shqe përmeta Aliun. Aliu ka kënë djali ashtë si Muhamedit. Me ka e marton Muhamedi Aliun? A din ti? Jo, nuk merrem shumë me çështje të doktrinave. Okej, po ta shpjegoj. Muhamedi e marton vajzën e vet, Fatimën. Mirë mbajtja, rujtja, forcimi i themeleve tona të traditës dhe gjakut shqiptar. Dhe që asnjë lloj fryme të mos e diktoj, të mos e fragmentarizoj. Mjedisin shqiptar, pavarësisht ku beson ai në çfarëdo lloj besimi.